Kjo qendër përfaqëson sot një hap konkret drejt forcimit të kapaciteteve tona të parandalimit, menaxhimit dhe përballimit të emergjencave civile, duke rritur sigurinë dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve tonë. Veç Qarku Shkodër ka një variabilitet shumë të shprehur gjeografik, por edhe në terma të emergjencave me të cilat ekspozohet. Në këtë kontekst, ky projekt përfaqëson një hap shumë të rëndësishëm që ne të krijojmë atë përgjigjen e duhur me të njëjtën dinamik ndaj këtyre ndryshimeve me cilat ne përballemi çdo vit e më shumë. Për ne si agjenci kombëtare, ajo çfarë është e rëndësishme është pikërisht jo vetëm koordinimi dhe monitorimi që objektivat dhe indikatorët e këtij programi të përmbushen më së miri në të gjitha termat, në terma cilësor dhe sasior, por ajo çfarë është e rëndësishme është që i gjithë ky investim dhe i gjithë ky produkt dëshiroj që jo thjesht i personalizoni në aspektin e diçkaje që ju përket ju si bashki dhe Qarkut Shkodër, por ajo çfarë është e rëndësishme për ne si agjenci të garantohet jo vetëm përdorimi i mirë dhe i duhur, mirëmbajtja e tyre, por edhe qëndrueshmëria e këtij investimi. Ne do ta quajmë emergjencë civile edhe një segment rrugor që duhet bë, që të lidhë familjet në rrugët nacionale, lagjet, fshatrat, në mënyrë që aty të shkojë ambulanca, të shkojë mjetet e zjarrfikseve dhe komunikimi të jetë nuk ka luks, sepse këtë problematik kena has në bashkinë e Puks, që njerëzit për me qu smurin në spital du mes edhe një orë me barela në kam. Kjo do të jetë qendra juaj operacionale, le të themi syri juaj në qendër të stuhisë në rast se ndodh një ngjarje apo krizë. Dhe një nga gjërat që duhet të thuhet gjithmonë është se kur ndodh një krizë, duhet të jesh i përgatitur për të papriturën. Siç e përmendët dhe ju, këtu përballeni me një territor të larmishëm. Në këtë kuptim, gjithmonë do të ketë elemente të paparashikuara në rast krizash. Por ajo që ndihmon të reagoni dhe të përballeni në momente të tilla janë struktura si kjo. Reality, basically.